Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Shqipëria sot. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Kombëtarja e Shqipërisë luan sonte në Leskovac të Serbisë sfidën vendimtare në kualifikueset e botrorit 2026. Ekipi mbërriti dje në Serbi në masat repta sigurie dhe zhvilloi mbrëm seancën e fundit stërvitore në stadiumin e Leskovacit. Gazetari Bledar Kuka ndodhet në Serbi për të ndjekur këtë ndeshje të kuqezimve. Unë do të jem në komunikim të drejt për drejt me të. Bledi, të përshëndes, si është atmosfera në Leskovac, patjetër sa i takon përgatitjeve të fundit për këtë ndeshje, por edhe për masat e sigurisë. Përshëndetje, Rovena, mirëdita. Për sa i përket atmosferës në Leskovac, përshtypjen e fundit kemi pasur dje, sepse hoteli ynë, pra hoteli i ekipit kombëtar ku ndodhen dhe gazetarët dhe kameramanet ndodhet rreth 45 km apo më larg nga Leskovaci dhe 10 km larg Nishit. Është gjetur pikërisht ky hotel për të qenë në izolim të plot, jashtë çdo rreziku të mundshëm që mund të jetë apo që ndoshta nuk mund të jetë. Atmosfera këtu është e qetë, normalisht nuk ka si të jetë ndryshe në një hotel të veçuar, në një buzë autostradës, pra në mes dy qyteteve. Ekipi kombëtar ka kaluar një natë qetë, në orën 11 sot, pikërisht që ne po flasim, ata kanë nisur një seancë të fundit në palestër për të çliruar muskujt, po themi, më tepër shllot, se mund të jetë 30 minuta apo diçka më tepër. Ky është programi për sot. Dhe më pas, pasi të kalojnë ditën në hotel, ata në orën rreth orës 18 apo 18:30 do të nisen drejt stadiumit, kërkon një farë rruge, pra derisa një farë kohë rruga derisa të arrish atje për të luajtur ndeshjen e sotme, që është ndeshja normalisht më e rëndësishme përderisa është ndeshja e tanishme, pra në prag të saj është gjithashtu një derbi, është edhe një ndeshje cilën ne duhet ta fitojmë për të pasur realisht mundësi për të shkuar në të paktën në play-offin e kampionatit botror. Dhe duket që atmosfera është siç e the edhe ti, edhe trajneri Silvinjo, edhe skuadra duken të qetë. Përvoja ekziston, nuk kanë asnjë lloj, po themi, nuk shfaqin ndonjë lloj nervozizmi apo ndonjë lloj shqetësimi, gjithçka duket normale. Pastaj se çfarë do të jetë në fushën e lojës, kuptohet. Do të mbetet për të parë. Ajo është diçka që nuk mund të parashikohet, por masat e sigurisë janë gjithmonë të forta, siç e thamë edhe dje, pra kemi ardhur nga aeroporti me njëherë pa kontroll, absolutisht pa asnjë lloj kontrolli, janë marrë pasaportat e gjithëve, pasaportet nga punonjësi federatës, janë kaluar thjesht si pasaporta, jo si njerëz, ne jemi ngjitur direkt nëpër furgon dhe autobus, jemi nisur nga aeroporti me të mbërritur avionin pistë, dhe kemi ardhur në hotel, pastaj mbas dite kemi butuar për në stadium, ku është zhvilluar dhe konferenca e shtypit e trajnerit Silvinjo dhe gjithashtu stërvitja e ekipit kombëtar, ndërkohë që Serbia e ka zhvilluar stërvitjen e vet dhe konferencën e shtypit në stadiumin e Nishit. Normalisht ata e njohin stadiumin e Leskovacit, nuk është se kanë nevojë që lojtarët njihen me fushën, për ekipin e Shqipërisë ishte e nevojshme sepse nuk kanë luajtur asnjëherë aty, ndërkohë që tashmë pritet fillimi i ndeshjes. Bledi, të gjitha lëvizjet e ekipit kombëtar janë shoqëruar me masat repta sigurie, ashtu edhe siç ti raportove, patjetër këto masa kanë marrë një vëmendje të konsiderueshme edhe nga shikuesit, njerëz dhe nga media. Çfarë mund të zbulojmë pak më shumë? Jam me Bledar Kukën, i cili po raporton në fakt për këto orë të fundit para ndeshjes kuqezimve sonte në Leskovac. Jemi ndalur patjetër tek të gjitha zhvillimet që kanë nisur që prej ditës së djeshme me mbërritjen e ekipit kuqezi në aeroportin e Nishit. Kemi raportuar në fakt edhe për masat e repta të sigurisë që janë ndërmarrë nga autoritetet serbe për të bërë të mundur mbarvajtjen e ekipit kombëtar në të gjitha lëvizjet. Ata kanë zhvilluar edhe pasditën e djeshme seancën e fundit stërvitore dhe përgatitore për ndeshjen që do të luhet sonte. Ka raportuar Bledar Kuka në komunikimin e drejt për drejt që kishim së bashku, se edhe në momentet që flasim ekipi kombëtar është në një seancë stërvitore në palestër, kështu për të bërë të mundur përgatitjen e fundit edhe të ekipit. Dje kemi patur mundësi të ndjekim drejt për drejt edhe konferencën që ka patur trajneri Silvinjo, i cili ka dhënë edhe detajet kështu nga forma që kanë lojtarët të cilët do të zbresin sot në fushën e Blert. Deri në këtë moment e vlen theksohet se masat e sigurisë kanë qenë të rrepta, po nga ana tjetër nuk është regjistruar asnjë incident, edhe ky sigurisht është një lajm i mirë duke patur parasysh të gjithë historikun e ndeshjeve mes Shqipërisë dhe Serbisë. Dua të theksoj në fakt se ditën e sotme, në ndeshjen e sotme, Shqipërisë i duhet
patjetër vetëm fitoria, duke patur parasysh rezultatin që do duhet arri në fushën e Blert. Është një sfidë kjo vendimtare, ashtu siç e kemi theksuar në të gjitha raportimet për kualifikueset e botrorit 2026. Nuk e di nëse do të vjoj të jem në këto momente me Bledar Kukën, do të kemi mundësi që të raportojmë patjetër për gjatë edicioneve në vijim sërisht për atë që po ndodh në Leskovac. Megjithatë tani do të ndalemi tek trajneri Silvinjo, i cili tha ditën e djeshme se skuadra ishte në formë, sidomos sulmuesit, dhe se sot do të tentonte patjetër fitoren. Trajneri brazilian ju përgjigj me buzëqeshje dhe heshtje deklaratës së trajnerit serb se nuk priste surpriza nga Shqipëria. Anche noi sappiamo di loro. 3 centrali. Sa i përket ndeshjes edhe ne dim si luajnë ata, por nuk do të them shumë. Ata që tani din shumë. Ishte kjo përgjigja me pak humor, ironi dhe pa polemika e trajnerit Silvinjo pas ngacmimit që kolegu i tij serb Stojkovic kishte bërë pak orë më parë, duke thënë se nuk priste surpriza nga Shqipëria. Me surpriza apo jo, kombëtarja Kuqezi ka ide të qarta se çfarë do të kërkojë në Leskovac, siç nënvizon dhe vetë tekniku i saj në konferencën për mediat. Calcio è imprevedibile. Futbolli është i paparashikuar, pastaj nuk mund të vendosësh bazë dhe të thuash do të fitoj. Unë kam qenë futbollist, trajner, kam luajtur në botror, kam qenë me Shqipërinë europian. Asnjëherë nuk kam parë që një ndeshje të fitohet pa u luajtur. Tani kemi më shumë eksperiencë, ndërsa në Tiranë pam që kualiteti ishte i njëjtë. Në futboll nuk ka përqindje, mund të them se do të zbresim në fushë për të marrë maksimumin. Silvinjo është i bindur edhe për diçka tjetër. Sfida kundër Serbisë nuk është si gjithë të tjerat. Të gjitha ndeshjet janë të rëndësishme, sot po. Është ndeshja më e rëndësishme ashtu siç ishte ajo përpara me Letoninë. Ashtu do të jetë edhe ajo me Andorën. Nuk është ndoshta më e rëndësishmja me Shqipërinë, por më emblematike. Kjo ndjehet në ajër dhe është bukur të luash këtë ndeshje. Jemi të mësuar me presionin, prandaj jemi këtu. Ky është një motivim më shumë pasi kemi ardhur këtu në gjendje për të kualifikuar. Kush fiton hedh një hap të rëndësishëm. Si ne si Serbia, edhe ata e din këtë, prandaj është një ndeshje e rëndësishme dhe e bukur për të luajtur. Duke u përgjigjur interesimit të mediave serbe që kërkonin mendimin e tij për skuadrën e tyre, Silvinjo nuk i harroi elozhet për Kuqezint. Serbia ka një skuadër shumë të mirë dhe fizike në mbrojtje, në sulm kanë shumë kualitet. Mund të thojë emrat e disa lojtarëve, por ka një skuadër të fortë. Por edhe ne jemi një skuadër e fortë me lojtarë shumë të fortë. Mund të them shumë emra, Hoxha, Manaj, Broja, Asani, Daku, Laçi e të tjerë. Kam shumë besim tek lojtarët që kam. Kombëtarja e Shqipërisë zhvilloi dhe seancën e fundit servitore në stadiumin e ndeshjes në Leskovac, një seancë njohëse me fushën për skuadrën Kuqezi pasi Silvinjo nuk ka dashur të zbulojë asgjë nga strategjia e tij përpara sfidës. I rëndësishëm është fakti që asnjë prej lojtarëve nuk ka probleme fizike, ndërsa i gjithë grupi është i gatshëm për ndeshjen kundër Serbisë. Trajneri i Serbisë nuk i ka ndryshuar idetë dhe pritshmëritë e tij dhe në konferencën zyrtare për mediat para sfidës kundër Shqipërisë. Ashtu si në ditën e parë të grumbullimit, Dragan Stojkovic ka thënë se skuadra Kuqezi është shumë e fortë dhe se pret një ndeshje të vështirë. Edhe një herë tekniku i ka bërë thirrje tifozëve që vetëm të mbështesin ekipin drejt fitores. Ditët e grumbullimit dhe përgatitjeve për ndeshjen kundër Serbisë nuk kanë qenë qeta për Dragan Stojkovic. Trajneri të kombëtares serbe i është dashur të bëjë llogarit me mungesat, por edhe presionin ekstra futbollistik. Por gjitha këto duket se nuk e ka ndryshuar mendimin e teknikut që në konferencën zyrtare përpara ndeshjes ka të njëjtat pritshmërisë si në ditën e parë të grumbullimit, sa i përket atmosferës, por edhe objektivit. Në Leskovac të justifikojnë mbështetjen e tifozëve. E rëndësishme që edhe tifozët të mbështesin skuadrën drejt fitores. Jo vetëm publiku e pret, por edhe unë dua pikët maksimale nga ndeshjet me Shqipërinë dhe Andorën. Do të bëjmë çmos që të bëjmë Shqipërinë të vuaj dhe të shkojmë në finalen e botrorit 2026. Na pret një ndeshje vështirë përballë një kundërshtarit të fortë. E dim rëndësinë e kësaj sfide. Lojtarët janë të qetë, të përqendruar për të dhënë maksimumin dhe për të bërë vendin të lumtur me një fitore. Përveç se ka stërvitur skuadrën e tij, Stojkovic duket se ka studiuar mirë edhe kombëtaren e Shqipërisë. Ata nuk mund të na surprizojnë për sa i përket formacionit. I dim, 2 ndryshime që do të kenë, por nuk besoj se do të ndryshojnë diçka në këtë aspekt. Do të ketë rotacion për shkak të lëndimeve, por nuk do të ndryshojnë asgjë në sistem. Do të luajnë
me 4 në vijën e mbrojtjes, kjo është e sigurt. Futbolli është një lojë dhe nuk mund ta hamendësosh se çfarë mund të ndodhë. Zoti na ruajt nga një karton i kuq. Pastaj gjithçka shembet. Do të bëjmë gjithçka për ta paraqitur Serbinë si duhet. Në sfidën e së shtunës në Leskovac, Stojkovic nuk mund mbështetet e shumë lojtarë të rëndësishëm. Milenkovic dhe Lukic janë të pezulluar me karton, ndërsa Nedeljkovic, Kataj dhe portieri Vanja Milinkovic-Savic janë të dëmtuar. I detyruar nga këto mungesa, tekniku serb ka ftuar në kombëtare lojtarë të rinj, përfshirë edhe 3 debutues. Eugene Draghi është ekstraduar nga Spanja, 34 vjeçari ishte arrestuar në gusht të këtij viti, pasi ishte në kërkim nga SPAK për trafik droge në vendet e Bashkimit Evropian. Lidhem drejt për drejt me Ervin Lekon për të marrë më shumë informacione. Ervin, të përshëndesi, u bëj mundur ekstradimi Eugene Draghit dhe çfarë përfaqëson ai? Eugene Draghi në fakt njihet ndryshe si pjesëtar i grupit të Visit të Pojës që u godit në muajin maj, pra ky grup nga ana e prokurorisë së posaçme dhe ku zbuluan 3 nën grupe të tjera që merreshin kryesisht me trafikun e lëndëve narkotike nga Amerika Latine në drejtim të Bashkimit Evropian, por jo vetëm. Vetë Eugene Draghi, paktën sipas asaj se çfarë thot prokuroria e posaçme SPAK në operacionin Ura që u godit ky grup kriminal, pra ka trafikuar lëndë narkotike nga Norvegjia në drejtim të vendeve të tjera, pra është pjesë e grupit të trafikantëve, ndërsa arrestimi i tij ka ndodhur në datën 8 gusht të këtij viti, ku kap në një vilë në zonën e Spanjës, pra një qytet të Spanjës, ku ka qenë së bashku me 3 persona të tjerë, ku edhe atje dyshohet se ka organizuar pra edhe rrjetin e lëndëve narkotike, pra dhe shpërndarjen, si nuk e ka lënë këtë profesion, mund të themi, të jashtëligjshëm edhe në shtetin spanjoll. Ndërkohë ai është bërë, pra ekstradimi i tij është bërë fal një marrëveshje, pra që ka Shqipëria me Spanjën për shkak të kërkesës që ka bërë prokuroria e posaçme në Interpol, dhe sigurisht pra u ekstradua për llogari të SPAK, ku pritet që të jepet edhe masa e sigurisë në ditët në vijim, pasi në mungesë ai është lënë në masën e arrestit me burg gjatë operacionit Ura, ndërsa më herët Eugene Draghit i janë sekuestruar 9 pasuri me vlerë disa milionë euro për llogaritën nga ana e prokurorisë së posaçme SPAK, mes tyre është edhe firma Majestic Construction, por edhe 9 pasuri të tjera që të paktën sipas prokurorisë së posaçme SPAK lidhen me emrin e Eugene Draghit si pjesë e grupit të Visit të Pojës që u godit disa kohë më parë. Në fakt, ku hetimet rezultoi se ky grup prej vitit 2016 deri në sa u organizua edhe operacioni SPAK kanë trafikuar lëndë narkotike, ndërsa parat kanë arritur t'i sjellin në Shqipëri nëpërmjet transportit publik të udhëtarëve nga Italia kryesisht për në Shqipëri, dhe më pas të investonin në vila, në lokale, por edhe në zonën e plazhit, kryesisht në qytetin e Durrësit. Faleminderit Ervin Leka për detajet që ndave me ne. Asnjë javë nga vrasja e gjyqtarit Kalaja vazhdojnë të shënohen incidente të reja në gjykata. Në Tiranë, pikërisht në gjykatën e apelit, një person u shoqërua nga policia pasi përdori fjalë kërcënuese ndaj rojes së sigurisë që nuk e lejoi të hynte në një seancë me dyert mbyllura. Në Vlorë, një avokat dhunoi rojen e sigurisë në gjykat pas debatit për kontrollin me detektor për sendet metalike. Redi Lana, i njohur në Tiranë dhe si avokati i Monika Kryemadhit, u shoqërua në polici pas përplasjes së dhunshme. Disa ditë nga vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit, 2 incidente kanë ndodhur në gjykata me sulme ndaj rojeve të sigurisë në këto institucione të drejtësisë. Të premten një avokat dhunoi një punonjës sigurie në gjykatën e shkallës së parë Vlorë. ABC News ka mësuar se avokati Redi Lanaj ka kërkuar të hyjë në ambientet e gjykatës, por aty është ndaluar nga roja i sigurisë për kontroll. Debati ka nisur për sa i përket kontrollit në pajisjen e detektorëve për metale. Pas toneve të larta, avokati Redi Lanaj ka sulmuar fizikisht dhe ka dhunuar rojen e sigurisë. Brenda ambienteve të gjykatës së Vlorës vërehen njollat e gjakut si dëshmi e përplasjes së dhunshme brenda këtij institucioni. Menjëherë pas incidentit, avokati Redi Lanaj është arrestuar për veprën penale goditje për shkak të detyrës. Redi Lanaj njihet edhe si avokati mbrojtës i Monika Kryemadhit,
i cili e ka përfaqësuar në disa seanca në gjykatën e posaçme, por edhe në gjykatën e apelit në Tiranë, që u bë skenkrimi, nuk ka qetësi. Vetëm 5 ditë pasi në ambientet e brendshme të gjykatës së apelit u vra gjyqtari Astrid Kalaja, një tjetër incident është shënuar në këtë gjykatë, ku një person ka kërcënuar rojen e sigurisë. Policia ka shoqëruar në komisariat Gentian Malin, i cili kërcënoi punonjësin e sigurisë, duke u drejtuar me fjalët: "Jeni për të vrarë të gjithë." Personi i shoqëruar sipas të dhënave nga gjykata kërkonte të hynte brenda ambienteve për një seancë penale, ku do të caktohej masë e sigurisë ndaj kunatit të tij, i arrestuar për qëllime ekstradimi. Por ai nuk është lejuar pasi seanca zhvillohej me dyert të mbyllura dhe kaq ka mjaftuar që Mali të kërcënonte rojen e sigurisë. Gjykata e Shkodrës la në burg Gjovalin Shkambin, xhaxhan tjetër të autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Shkambi kishte kërcënuar sërish një ditë pas ngjarjes së rëndë, se kështu do ta puthonte kushdo që mund të burgoste nipin e tij. Para seancës familjarët kërkuan ndjes publike dhe thanë se kërcënimet ishin bërë në një gjendje të rënduar psikologjike. Do të presim pak qaste, apo materialit jetë gati, do të kemë mundësi të ndjekim të zgjeruar atë që ndodhi në këtë seancë gjyqësore, ndjekim së bashku. Njëjësit dënojnë njëto do të përballet me të njëjtën gjë. Gjyqtarësit e dënojnë do të përballen me pluma. Deklarata kërcënuese që Gjovalin Shkambi adresoi për gjyqtarët të cilët do i dënonin nipin i kushtoi lirin. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër vendosi masën e sigurisë në burg pa afat për 49 vjeçarin. Shkambi kishte deklaruar se do vriten edhe gjyqtarë të tjerë nëse nipi i tij Elvis Shkambi dënohet për vrasjen e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Kush dënojnë një djalë të njëjtën gjë ka? Në qoftë edhe Donald Trump, në qoftë edhe Papa. S'ka lojë me ne ma. Në këtë çështje është i përfshirë edhe Gjon Shkambi, xhaxha i Elvisit, i dyshuar si bashkëpunëtor në krim. Prokuroria e Shkodrës e konsideroi kërcënimin e Gjovalin Shkambit si rrezik të drejtë për drejtë për sistemin e drejtësisë dhe sigurinë publike, duke kërkuar masën më të rëndë të sigurisë. Gjykata miratoi kërkesën dhe e la Shkambi në burg, duke shmangur çdo rrezik më tejshëm ndaj funksionarëve të drejtësisë. Këtë të premte, familja e Gjovalin Shkambit, xhaxhait autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, kërkoi një falje publike për kërcënimet që 49 vjeçari adresoi në drejtim të gjyqtarëve. Në një letër drejtuar mediave, familja Shkambit deklaronte se ai ka qenë në gjendje të rënduar emocionale dhe psikologjike. Frika e përsëritjes së incidenteve të dhunshme kundër njerëzve të drejtësisë ka mobilizuar institucionet shtetërore dhe ato të sigurisë. Kreu i shtetit ka nisur konsultime me drejtues të institucioneve të drejtësisë për ndryshimet ligjore dhe forcimin e sigurisë në gjykata. Dje presidenti Bajram Begaj priti në president kreun e SPAK Altin Dumani, ndërsa kreu i Gardës së Republikës, e cila ruan dhe organet e reja të drejtësisë, ishte në gjykatën e posaçme ku inspektoi mjediset e saj dhe të prokurorisë posaçme. Vrasja në sallën e gjyqit e gjyqtarit Astrid Kalaja të hënën ka alarmuar institucionet rreth sigurisë së gjykatave në vend. Gjykatat kanë kërkuar rritje të sigurisë së institucioneve. Mbi këtë edhe presidenti Bajram Begaj këto ditë ka zhvilluar një sër takimesh konsultuese me krerët e disa institucioneve për të evidentuar problematikat dhe masat që mund të merren. Të premte në zyri vajti kreu i SPAK Altin Dumani për të folur me presidentin rreth nevojave të institucionit dhe masat shtesë që mund të merren për të forcuar sigurinë. Këto ditë Begaj është konsultuar edhe me kreun e Këshillit të Lartë gjyqësor Ilir Rusi, me Mirela Bogdanin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, kryeinspektorin e drejtësisë Artur Metani dhe prokurorin e përgjithshëm Olsi Çela. Në kuadër të masave këtë të premte herët para ditën në ambientet e gjykatës së posaçme, zbarkoi dhe kreu i Gardës së Republikës, Simon Zereci. Kreu i GKK-s Erion Ban ishte ai që e priti, ndërsa më pas u bën inspektime në ambientet e gjykatës dhe prokurorisë së posaçme. SPAK dhe GKK-ja konsiderojnë institucione të rëndësisë së veçantë dhe prej 2 vitesh ruhen nga Garda e Republikës. Në një vendim të fundit, Këshilli i Ministrave vendosi zgjatjen e ruajtjes fizike të kreut të SPAK me 3 vite pas përfundimit të mandatit dhe me 2 vite për kreun e GKK-s dhe Byros Kombëtare të Hetimit. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM.
Partia Demokratike ka zyrtarizuar 6 kandidaturat e saj për zgjedhjet e pjesëshme të nëntorit, të gjithë të pavarur në kandidim, por me lidhje shpirtërore dhe disa edhe funksionale me Partinë Demokratike. Përzgjedhurit e Berishës për të mbështetur për kryetar bashkish kanë profesione të ndryshme, ndjekim materialin Nandon Kellos. Tani është në sulm. Një artilleri e rënd të pavarurish, jo vetëm Florian Binaj, Partia Demokratike do të hidhet në fush betej me një ekip vërtet portokall në zgjedhjet e pjesëshme lokale. Nga Vlora, kandidati me 2 emra dhe shumë ngjyra, Dionis Ervin Sota, ka marrë miratimin e doktorit për të kandiduar në qytetin bregdetar. Sota thot se ka 2 brenga. E para, mbështetja ndaj rilindjes në vitin 2013 dhe e dyta, dorëheqja e Ermal Dredhës në vitin 2025. Kandidati pavarur demokrat, por me bindje socialiste, premton një Vlorë europiane, por një gjë vlonjatëve nuk u amohon sot. Si pavarur, pavarësin, si Ismail Qemali nuk u asjell dot. Në Mat, Berisha kandidon një avokat, fizikisht të pavarur, por emocionalisht demokrat të varur. Eduard Brajlika, në qeverisjen e Partisë Demokratike në vitin 2008, mori drejtimin e burgut të Burelit. Vetëm 2 muaj pasi mori detyrën, a i la 2 të dënuar të largohen nga burgu dhe hyri vetë në burg. Brajlika u arrestua për akuzën e fshehjes së krimit dhe shpërdorim detyre. U mësua se Brajlika nuk kishte zbatuar një urdhër për ngritjen e një vendroje, si dhe pas aratisjes së të burgosurve Prengleshi e Fran Marashi, jo vetëm nuk njoftoi prokurorin, por saldoi kanjllat e telat që pren 2 të aratisurit. Megjithatë, pas lirimit, Brajlikës partia i hapi prap derën. Ju lajnë detyrë me let, drejtorit shërbimit provës, ndërsa në fund i zyrës juridike në Bashkinë e Matit. Por nga burgu, doktorit i ka ardhur një letër. Kandidati Beratit do t'jeti Ilir Metës. Pavlo Shkarpa shfaqet si kryetari shoqatës Anthipatrea, por pasi mori disa dekorata nga meta në presidencë, e ndoqi edhe tek Partia e Liris. Apo jo, inxhinier? Berati e ka dashur familjen Leshën në mënyrë të papar. Dhe me kompetencë dhe me përgjegjësi. Edhe unë e dua Antipatrean në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse jo vetëm promovon jo vetëm gjërat më të mira që ka krijuar Berati. Në Tepelen, pas 14 vitesh dominim të Tërmet Peçit, dentisti Sevo Miçi u rikthye për të ripërsëritur fitoren e demokratëve në vitin 2007. Ai drejtoi bashkim për 4 vite djathtas. Më pas, Peçi e bëri 3 herë Tërmet Majtas. Edhe kryetari Degis Malo Sadikaj shoi se tani që i ku Tërmeti, do ja bënte bam, por Berisha ka plane tjera. Përballë ish kryegardistit Gramos Sako, Gjetin Pasha. Gabriel Guma nuk ka as moshën as mjekrën Ali Pashajt, por rëndësi ka që vjen nga kroji Pashajt, jo vetëm kaq, edhe pse demokrat, ai mbetet një adhurues i Tërmet Peçit. 3 vite më parë, ai e falenderonte për hapësirën që socialisti i jepte promovimit të biznesit familjes së tij. Në fund, në Tepelenën e Pushkës, një gardist përballë një grafik designer. I vetmi mjek në këto zgjedhje kandidon Cërik. Amarildo Hoxha u zgjodh nga dega lokale, vetëm se mjeku i Berishës në këtë bashki nuk do të ketë kundër vetëm kandidatin socialist, por edhe kandidatin Adriatik Lapajt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprerë përgatitjet për zgjedhjet për kryetar bashkie në Tiranë, ndërsa vazhdon punën për 5 bashkitë e tjera ku do të mbahen zgjedhjet për kryetar në këtë datë. Kryekomisioneri Celi Bashi tha se KQZ zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese që pezulloi dekretin e presidentit për zgjedhjet në Tiranë. Puna për kryeqytetin do të rinisë pasi të vendos kushtetuesja në datë 31 tetor, por Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve nuk jep garanci se ato mund të mbahen në 9 nëntor. Zgjedhje për Tiranën në 9 nëntor, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk thot as po as jo. Vendimi i gjykatës kushtetuese mban pezull, por në rast se zhbllokon më 31 tetor, Celi Bashi nga ana organizative e merr përsipër. Në kodin zgjedhor është përcaktuar qartë që zgjedhjet nuk mund të zhvillohen më parë se 30 ditë nga momenti kur është njoftuar vakanca, dhe pse ky është një rregullim ligjor dhe nuk është një rregullim kushtetues, asesi kjo nuk do të thotë që në mungesë të këtyre 30 ditëve kjo bën të pamundur zhvillimin e procesit zgjedhor edhe në Bashkinë e Tiranës në datën 9. Të themi të gjitha këto mund t'i mbarojnë për 2 ditë apo 3 ditë apo qoftë edhe për 24 orë. Fushata zgjedhore mund të jetë 5 ditë, 6 ditë, 7 ditë, është kompetencë e KQZ-s për ta vendosur. Celi Bashi nuk i friksohet anës juridike, por anës politike. Problemi janë vonesat dhe ankesat, dhe ai e di se i pari për këto është vetë doktori. Janë disa të drejta që secili prej këtyre subjekteve të cilat unë listova
i kanë të garantuara nga kushtetuta dhe nga kodi zgjedhor. Kemi rastin e kandidatëve të pavarur për ta kuptuar më qartë çfarë janë duke thënë. Kandidatët e pavarur do duhet të regjistrohen nëpërmjet një procesi i cili jo vetëm kërkon kohë, kërkon ditë, po përmban disa të drejta të cilat ti nuk mund t'ia mohosh atyre. Zhvillimi i procesit zgjedhor në datën 9 për Bashkimin e Tiranës është thuajse i pamundur. Gjykata kushtetuese pezullloi dekretin, por kryekomisioneri shpreson që t'i jap një dorë edhe për 9 nëntorin. Do t'i rregullojnë ata pasojat gjykata kushtetuese këtë kësaj çështje, do të shprehë edhe për këtë, përsëri është kompetencë e tyre dhe askush nuk mund të thotë që do ta kishin marrë vendimin kështu se po ta kishin marrë kështu, unë do bëja këtë, do bëja atë. Secili pasaj do ta kuptojë, do ta lexojë dhe do ta kuptojë atë vendim si e mendon ai. Doktori nga ana tjetër e bëri të vetën, i doli garant deri tek gjykata kushtetuese. I garantoj qytetarët e Tiranës se duke respektuar plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese dhe duke dënuar me forcën më të madhe edhe një herë aktin e shëmtuar të papërgjegjshëm të presidentit Kukull, të Edi Rams, asgjë nuk do mund të nxirret jashtë kuadrit kushtetues. Sepse doktori këtë të premte nuk u duk shumë i mërzitur me Celibashin. Ndryshe nga Rama, Florian Binaj e refuzoi në fushat, ndaj dhe doktori në vend të inkollare portokalli, doli me inkollare ngjyrë limoni, pasi piu një glënj kuj, u përgjigj. E përshëndes plotësisht këtë deklaratë. Në qoftë se është i pavarur, nuk ka pse të bëj asnjë fushat me kryetarët e partive. Sëmundja e diabetit mund shkaktoj problemet rënda për syt deri në humbje të shikimit nëse nuk mbahet nën kontroll nga mjekët përkatës. Specialistët thonë se rreth 1000 pacient me këtë sëmundje kanë arritur deri në verbim. Vizitat tek okulisti përveç atyre për kontrollin e sheqerit në gjak janë të domosdoshme për të kapur në kohë dëmtimet që mund të shkaktohen në sy. Ishte fëmijë kur mësuesi Klement Kanaj u diagnostikua me diabet, trajtimi i gjatë në kohë sëmundjes dhe menaxhimi të nivelit të sheqerit në gjak, dekada më vonë shfaqi probleme edhe me shikimin, duke formuar rend të reja të gjakut në retinë. Po bëhen gati 40 vite që mjegohem me insulin, me 4 injeksione. Koha e gjatë e trajtimit, mungesa e njohurive, mungesa e mjeteve të kontrollit asë kohë bën që të fillonin dëmtimi i kapilarëve, kryesisht të retinës. Para një 10 vitesh, vura reca e njolla të errta në sy që më shoqëronin shikimin. Patologjitë që ulin shikimin janë të shumta, por dy veçojnë mjekët endokrinolog si më të njohura tek njerëzit, retinopatin diabetike dhe edema makulare. Ato ndodhin kryesisht si pasojë e diabetit të pakontrolluar dhe kanë ndikim të drejt për drejt në shikim. Sa i takon retinopatisë diabetike në Shqipëri, ku ne kemi rreth 100.000 persona të diagnostikuar dhe të trajtuar për diabetin, sipas të dhënave të studimeve që ne kemi, rreth 30% e tyre janë të prekur nga retinopatia dhe 5% e personave me diabet janë të prekur nga edema makulare. Dhe gati 1000 persona me diabet mendohet se kanë humbur shikimin vetëm si pasojë e ndërlikimeve në sy të diabetit. Përfshirja e inteligjencës artificiale në mjekësi, mjeku endokrinolog Florian Toti thotë se ka sjellë lehtësi për njerëzit, si në diagnostikimin e hershëm të sëmundjes, por edhe në mbajtjen nën kontroll. Inteligjenca artificiale është një nga fushat që ka gjetur një përdorim shumë të gjerë në diagnostikimin e hershëm të retinopatisë diabetike, pra sot ka shumë aplikacione, të cilat mundet që të japin me një saktësi 80-90% nëse një person ka prekje të syrit nga diabeti apo jo. Dhe kjo do të thotë që të paktën një person që nuk ka prekje të syrit nga diabeti, nuk ka nevojë që të shkojë për të bërë vizitën te okulisti atë vit, pra në këtë mënyrë paksohet rradha e pritjes. Apeli i mjekëve endokrinolog shkon për kontrolle të hershme për diabetin dhe mbajtja nën kontroll e sëmundjes, për të parandaluar problemet me shikimin apo të organeve të tjera, si zemra, veshkat apo enët e gjakut. Sepse ndërlikimet e diabetit janë të parandalueshme dhe mbi të gjitha, ajo që ka shumë rëndësi është depistimi, pra zbulimi sa më i hershëm i tyre.
Ishte gjithçka e përgatitur për Shqipëria sot, të tjera zhvillimet, përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të ndiqni dhe në faqen tonë, abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Unë ju falenderoj gjithve për vëmendjen, mirupafshim.